Jemi në studio, të ftuarit e mi tashmë janë akomoduar. Unë dua t'ju tregoj që jo rastisht ju kemi lënë për fund vit, sepse si që potencova në vetë hapjen e emisionit, ju patët sukses të jashtëzakonshëm që nga fillimi i këtij viti, por më e bukur është që edhe kori i grave u shndrua në senzacion të këtij viti, duke na sill dhe duke na fal krenarit, do thoja, që është shumë e rëndësishme për ne si vend. Jo vetëm përfaqësimi Tetovës, por një përfaqësim i denj gjithë shqiptarëve të Maqedonisë. Kënaqësi ju kemi në studio, Anita dhe zotri Blerim. Faleminderit për ftesë. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi është komplete imja. Gjatë bisedës, rrugtimi juaj do jetë i paraqitur edhe në disa fotografi, të cilat her pas here edhe mund t'i komentojmë. Por, sigurisht, kur flasim për historikun e Xheladin Zeqirit, është një emocion i veçantë, do thoja, sepse shoqëria Xheladin Zeqiri ka një rënë, nëse nuk gaboj, nga viti 1936. Po ju drejtohem juve, zotri Blerim, me qenë se aktualisht jeni në krye të Xheladin Zeqirit, sa është përgjithësi të jeni pjesë e një shoqërie kulturore artistike me një histori kaq të lashtë dhe me një bagazh kaq të madh? Faleminderit edhe një herë. Tash përgjithësi është shumë e madhe, të jesh drejtues me një institucion kaq të, siç e thatë edhe vetë, është shumë e lashtë, po edhe shumë e begat në kohën në të cilën ka kaluar. Viti 1936 është fillimet e para, domethënë gjenezën aty e ka dikun nga shoqata Besa, ilegale, pastaj shkrihet nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme në 49-ën regjistrohet si shoqëri kulturore artistike shqiptare dhe të gjitha aktivitetet që janë bërë më kryesore në Tetovë dhe rrethin kanë dalur pjesë nga Xheladin Zeqiri. Tash Xheladin Zeqiri nuk është vetëm shoqëri. Ajo është një institucion kulturor dhe arsimor me të cilën shumë institucione të tjera janë formuar duke dalë personalitete dhe shumë të shquara nga shoqëria Xheladin Zeqiri. Shumë e vërtetë. Është një histori e begat që ne jemi munduar bashkë me shokët të gjurmojmë dhe në thellësi dhe në gjerësi të saj që është e vështirë, po punojmë gati 4-5 vite dhe në 70 vjetorin një monografi e kemi nxjerrur dhe presim është e riplotësuar për 75 vjetorin dhe vjet i kishim 75 vjetorin e themilimit të shoqërisë dhe besoj që do të jetë dyfyshi i këtij libri, dikun 500 faqe, kështu që do të jetë e përmbledhur të gjithë ata që kanë pas kurreshtje dhe kanë dashur ta dinë Xheladin Zeqiri se si ka funksionuar ndër vite, që nuk ka pas një monografi të tillë, janë përmbledhur nëpërmjet atij libri. Do thoja një dokument dhe shumë i rëndësishëm jo vetëm për ju, po për gjithë shqiptarët e Maqedonisë, e sidomos për Tetovën, që besoj e ka aset, do thoja, Xheladin Zeqiri. Flora, këtu në këtë libër nuk janë të përmendur vetëm personat të cilët kanë kontribuar në shoqëri. Nuk ka vetëm Tetovën të përfshirë. Besoni se ka pas valltar edhe nga Struga, edhe nga Shkupi, instrumentist gjithashtu, sepse një shoqëri aq e madhe me gjithë këtë bagazh gjithmonë ka qenë dimension të hapur që ka bashkëpunuar me të gjitha shoqëritë kulturore artistike dhe me të gjitha personalitetet që kanë dashur të kontribuojnë, se aspekti vullnetar është shumë i madh dhe dëshira ka qenë shumë e madhe të gjithë gjeneratave që kanë kontribuar në shoqërinë Xheladin Zeqiri. Nuk e dyshojmë as pak, sepse po flasim për 75 vite që sigurisht që duhet të ketë një monografi. Tani dua ta pyes Anitën si është të jesh pjesë e Xheladin Zeqirit e tani edhe me korin e grave që pati një sukses shumë të madh dhe unë uroj shumë që ky sukses t'ju shoqëroj dhe t'i motivoj edhe më shumë gratë, po edhe vajzat në vendin tonë. Si që ceki edhe zotri Blerimi, dhe me thanë, shoqëria kulturore artistike Xheladin Zeqiri për mua është si një shtëpi e dytë. Unë jam rritë në atë shoqëri, kam dalë nga jo shoqëni, jo vetëm unë, po edhe prindët e mi, ku dhe kam fillu dhe karierën time, në fakt, si valltare, po edhe si këngëtare më pas. Dhe kështu që erdhi e ndejam si soliste, mirë për erdhi një kohë, kështu që duhesh të kyqem edhe te kori i grave të uta. Do me thënë, është kënaqësi që jam në mesin aty në zonjave, se vërtet janë zonja shumë të veçante, si cila ka një histori në vete, si cila ka një profesion në vete, dhe kështu që
me punë ja arrite një sukses shumë të madh, kështu që besojmë dhe shpresojmë që me vullnet ende më të tjetë të vazhdojnë të bëhemi edhe më të forta. Nuk e dyshoj as pak. E me qenë është aktuale pjesëmarrja juaj në Albanian's Got Talent, unë dua pak të ndalem këtu. Ju keni kaluar fazën e gjysmë finales, apo jo? Tani, pas pak ditësh, ju do shkoni drejt Tiranës. Si ishte eksperienca juaj, Anita? Kishit pritshmëri që gjithë shqiptaria do t'ju përqafonte, do bëheshit aq virale, do me thënë nuk ka shqiptar që nuk e deshi Korin e Grave pjesë të këtij formati, dhe ishte një krenari shumë e madhe për ne. Ishte shumë e çuditshme nga ajo që kur pranuam, faktikisht ne kishim ftesë për të marrë pjesë. Si u bë ftesa, si ndodhi që të shkonit atje? Dhe kështu që në përmjet telefonatave nga Vision Plusi, ata të cilët janë drejtues të këtij show, duam t'ju kemi thanë në show-n tonë, ne kështu nuk e morëm, jo që nuk e morëm në atë kuptim seriozisht se, po ta provojmë fatin pse jo, thamë edhin. Po unë isha me dy mende sa do shkoja, nuk do të shkoj. Dhe kështu që më në fund vendosa që t'i përkraj zonjat, në fakt, sa do ku do pak një ndim e vogël nga ana ime. Dhe doli si doli, ne vazhduam dhe në gjysmë finale. Ishte një përvojë shumë interesante, dhe kur së pari herë, do me thonë, u shfaqem, kishim vërtet shumë komente pozitive, kishim shoqërueshmëri shumë të madhe, me thënë duke na kërkuar, dhe erdhi një moment që rrugës kur kalojsha unë, jo që ajo si më njohin si Anita Aziri, thatë shumë bukur ishit do me thënë në Tiranë. U bë një moment që të gjithë kur na shifshin faktikisht, ju që dolet në televizion ose jo. Dhe kështu që ne faktikisht tash me datë 22 përsëri jemi, ti them, në luftë. Shofim a do kalojmë në finale. Unë ju paralajmërova thash në finale i parapriva, dhe duke që instiktivisht po parandjenjat e mia jam e sigurt që nuk do të na zgënjejnë. E tash data 22 është data që ne faktikisht do të performojmë përsëri, kemi të përgatitur, do me thënë, një kolazh të këngëve dhe ca surpriza të vogla. Dhe shpresojmë që do të na votojnë dhe përsëri do të na shikojnë aq shumë dhe do të na kërkojnë përsëri. Unë nuk e dyshoj as pak. Zotri Blerim, ju si do ta komentonit këtë bashkim të zonjave, të cilat si rezultat na sollën një sukses kaq të madh, dhe unë uroj që ky sukses sa vjen e rritet dhe sa vjen e zonjat edhe më shumë kanë dëshirë që të na përfaqësojnë kaq bukur dhe denjësisht. Që tregoj të drejtën, respektin që duhet ta kenë nga tetovarët dhe në përgjithësi ato që njohin grupin e Grave e kanë respektin e duhur, njëherë për shkak të moshës në të cilën janë, dhe do me thonë respekti i moshës edhe aktivitetet e tyre, me gjithë angazhimet familjare. Kjo është për të përgëzuar maksimalisht, unë mendoj. Pastaj pjesa tjetër, ana e kualitative, edhe ajo ka përmbajtësore, sepse zonjat janë të gjitha, pjesa më e madhe që kanë dalë nga shoqëria Xhirat e Zëtiri, kanë qenë edhe si këngëtare, edhe si valltare. Duke nisur nga Anita dhe mami Anitës, mami e Tonit edhe shumë të tjerë që janë aty, do me thënë kanë qenë pjesë e Xhirat e Zëtirit dhe tash vazhdojnë edhe në atë moshë që mos e harrojnë shoqërinë, do me thënë në Korin e Grave. Edhe si që tha edhe vetë vlerësuesit e Elsa, tha një bashkim i zërave do të thote për mua shumë çka. Dhe që të tregoj të drejtën, një filozof e thot, nëse do të dish kualitetin dhe vlerën e një qytetit, shife sa kore funksionon në atë qytet. Një ndër ato është për këtë duhet t'i jepet rëndësia e duhur dhe vlerësimi i duhur. Dhe sinqerisht, kish një sukses jo që i papritur. Edhe unë u habitesha sepse ne performojmë në Tetov nga viti 2007 me bashkë me grupin e Grave, dhe ky sukses thash e njëjtë performancë është gati çdo vit në Tetov me grupin e Grave, tani ju duhet të dalim diku jashtë dhe të vlerësojmë ende më tepër në vendin tonë. Ju vjen keq për këtë pjesë, pavarësisht se ne jemi shqiptar dhe jemi të gjithë njëjtë, po mendoni që gjithmonë duhet të dalim jashtë kufive për të vlerësuar ashtu siç ne e meritojmë. Shembulli konkret e thatë shumë mirë është edhe Kori i Grave. Ne jo që nuk i kemi vlerësuar, por që ata
duheshe kjo pjesëmarrje të ishte që ne ti donim edhe më shumë, ndoshta edhe tu a dinim vlerën edhe më shumë. Sigurisht. Ndoshta është pak për keqardhje, mirë po kur e shohim se dikush na vlerëson ende më tepër, kjo është në të gjitha zhanret, jo vetëm në korrin ose në shoqëritë, sepse ne shumë krenar ndjehemi kur dalim si shoqëri, prezantohemi në shtetet e jashtme. Dhe kjo që është shumë interesante, pastaj kur vim këtu kemi ndryshe, ka shumë persona që ne nuk i njohim persona në të to, që unë besoj që këtë ndjenje kanë të gjithë grupi, që në qytet janë shumë të vlerësuar dhe të nderuar, që na njohin shumë detajisht dhe kush jemi, çfarë jemi, me çfarë aktivitet. Po pikrisht këtë desha të them, madhështia e vetë punës së grupit grave dhe shoqërisë Xheladi Zeqire është sepse punojnë në baza vullnetare, sepse askush nuk paguhet në shoqëri dhe baza vullnetare ta jep një ndjenjë ndryshe, sepse në kohën e sot të materializmit të çdo kush e sheh anën materiale, këtu bëhet aktivitet jashtë asaj dhe bëhet me dëshirën më të madhe, me vullnetin më të madh. Janë të përpikt zonjat edhe në kohën kur duhet të bëjmë prova. Dhe edhe sa ka nevojë të bëjmë prova e vazhdojnë. Edhe një orë qoftë, një orë e gjysmë. Edhe pse kanë një moshë, ne e respektojmë ato, po janë në gjendje të rinj sado që të ketë nevojë edhe për provat, për vështirë. Dhe ne krenohemi, po gjithsesi besoj që në këtë video që u bë virale, besoj që krenohet të gjithë shqiptaria, sepse i shoh edhe në komentet të cilat i kanë postuar, të gjithë janë krenar me punën që e bëjmë dhe që e bëjnë edhe zonjat. Jam plotësisht dakord me këtë që e thatë. Po dua ta pyes Anitën se e tha shumë mirë, ky vullnet dhe ky motiv i grave dhe zonjave të korrit të grave, mendoni që do të shërbejë ndoshta edhe për anëtarët e rinj të Xheladin Zeqirit, ndoshta për vajzat e reja, për valltaret e reja, thjesht që ta vlerësojnë profesionin e tyre, si që respektojnë edhe vetë gratë? Në këtë show televiziv, do me thënë që morëm ne pjesë, faktikisht ne mund të themi një fjalë se simbolizuam gruan e fortë, e cila mund të jetë e pavarur dhe mund të arrijë qëllimin që don. Faktikisht besoj që... Dhe pavarësisht moshës, dhe që asnjëherë nuk është vonë të ndjekësh pasionet dhe ëndrat e tua. Asnjëherë, përkundrazi aty ka zonja që të cilat janë mbi të 70-ta. Ka zonja edhe më të reja, do me thonë të cilat janë kyç tani. Është një gërshetim, një miks shumë i bukur. Gërshetim shumë interesant dhe shpresoj që është një motivim për vajzat e reja, për gjeneratat e reja që të shohin se, do me thonë, këto zonja në atë mosh kanë vullnet për të mbajt traditën tonë shqiptare, do me thënë, për të vazhdu, për të kontribu, për të bukurën e cila sot e kësaj dite, do me thënë, neve në mban të gjallë nga ajo tradit që ne kemi si shqiptarë. Përmendi Anita që edhe prindrit e saj kanë dalë nga Xheladi Zeqiri, duke përfshirë Anitën, profesor Jeton Pustinë, ju, Elitën 5, si u bën të ndjeheni ky fakt, sepse jam e sigurt që ndoshta shumë nga ata që nuk janë nga Tetova, nuk e kanë ditur që edhe grupi legjendar Elita 5 ka dalë pikërisht nga Xheladi Zeqiri. Sa është kënaqësi kjo për ju? Është kënaqësi, sigurisht. Prandaj kjo shton edhe peshën e përgjegjësisë sime si drejtues, sepse krenaria është të gjitha këto personalitete dhe grupe të dalura nga veç një shoqëri, është vërtet krenari. Po unë do të kisha përmendur edhe diçka tjetër. Xheladin Zeqiri, ju do ta gjurmoni sigurisht, po një pjesë e madhe e din se çka do të thotë, nuk është vetëm si shoqëri, është një institucion në vete të cilat ka arsimuar nëpërmjet të muzikës, ka edukuar gjenerata, sepse në kuadër të shoqërisë kanë funksionuar edhe shoqata të shkrimtarëve, të cilat i kemi me emra sot, zotëri Abdulaziz Islami, Murat Isaku, edhe shumë të tjerë, ka pas të shoqata të veçanta të cilat kanë funksionuar. Shoqata e dramaturgjia, dramat të cilat i kanë luajtur në baza vullnetare, që ka qenë edhe vllau i Anitës, dhe shumë bile ka pas edhe seksionin e shahut. Mos bisedojmë, dhe më thënë, për grupet të tjera. Një ndër ato grupet që ka dalë, ka qenë Xheze, që janë të shënuara në monografi, Xheze, dhe më thënë, shkurtimi i shoqënisë Xheladin Zeqiri. Xheze, një rock grup që shumë pak ka funksionuar, mirë po ka dalë nga Xheladin Zeqiri. Pastaj e legendaria që është Elita 5. Pjesa më e madhe e antarëve kanë qenë pjesë e Xheladin Zeqirit, që si Dvegjël, Nexhati e shumë të tjerë, Ferati edhe kanë qenë pjesë e Xheladin Zeqirit. Dhe kjo e dëshmon atë që ju po thonit që Xheladin Zeqiri është një institucion, nuk është thjesht një... Deshta ti përmendi. Shumë mirë e argumentuar. Kryesia e klubit futbollistik Shkëndija,
janë që kanë gravituar në Xheladin Zeqiri. Pastaj, shumë profesorë të tjerë që tash janë edhe në themelimin kanë ndikuar te Universiteti Tetovës, janë pjesë e Xheladin Zeqirit, profesor Miftari dhe shumë profesor të tjerë. Pra gjithçka që ka të bëjë me artin, me vlerat, me kulturën lidhet ngushtë me Xheladin Zeqirin. Diku po. Sigurisht. Dhe them se gati kur të fillosh këtë spektrin ta shohësh, 90% e qytetarëve të Tetovës janë të lidhur ngushtë me Xheladin Zeqirin. Dhe dikush në thot, si është e mundur, nëse dikush tjetër nuk mund ta mbushe publikun sallën në Tetov, Xheladin Zeqiri për s'ka vendi, bile s'të mbushën, bile kthejnë nga koncerti. E thëm, kjo është ajo madhështia që përfshin të gjitha gjeneratat të ndryshme që edhe kanë nostalgji për Xheladin Zeqirin. Që tash janë gjyshe, janë gjyshër që shohin edhe këto suksese, besoni që i arrim janë edhe pikrisht edhe falë atyne që kanë mbajt gjallë kaq vite të mund të funksionoje shoqëria Xheladin Zeqiri. Sigurisht. Unë dua edhe për pak minuta të kthehemi tek historiku, sepse vetë emri Xheladin Zeqiri lidhet ngushtë me luftën, me sakrificën. Po dua t'ju pyes, vazhdon të frymëzoj ky emër edhe më tej filozofin të themi të institucionit të cilin ju aktualisht e drejtoni? Flora, falenderës. Bëni pyetje vërtet provokative që më emocionoj, sinqerisht. Sepse një ndër luftëtarët, të cilët ka qenë patriot i vendit të Tetovës, ka ranë në luftën e Sremit. Ajo është Xheladin Zeqiri, që ne nuk ja dishim historinë deri para disa viteve kur filluam të gjurmojmë për librin, për monografinë. Dhe kemi pyet njerëz, pastaj na i treguan se ai shumë i ri kanë rasit dëshmor në luftën e Sremit, do të thënë luftën e dytë botërore. Dhe fala saj, shokët e tyre, si Qemal Ajrullaj dhe të tjerët, e kanë emëruar shoqërinë si shoqëria Xheladin Zeqiri. Po më e rëndësishme është sepse tash e kujtoj, sa do të ishte krenar ai Xheladin Zeqiri, që zotërin vetëm e kemi një portret, s'kemi as fotografi, dhe një dia artikuj 3 kemi të përfshin nga gazetari Enver Shala, që sa do të ishte krenar që emri i tij të përmendet sot gati në gjithë botën. Shumë jemi ne krenar që mbajmë emrin e shoqërisë. Elene ma familja e tyre, që pak kanë ngel nga familja e tyre, se janë shpërngul në Turqi dhe nuk i di ku janë, sepse nuk kemi pas rast të kontaktojmë, po besoni, shoqëria Xheladin Zeqiri edhe hapen dyert kudo qoftë. Në Evropë, në Turqi dhe gjithkundi ku përfaqësojmë. Biles në Gjirokastër ishim 2013 me shoqërinë me një grup më të ri shbaltarësh, dhe me një dyqan që ishte me rekuizita, jenëm të pyesim sa mos kujt jeni ju të Tetovës. Bashkë këtë më thanë, zotri Azir Aziri, prindin e Anitës, e përmenda, po ju nuk e dini, e përmenda dhe tha Xheladin Zeqirin e mbaj mend që kur ka qenë para shumë viteve në Gjirokastër kur është prezentuar. Do të thonë, gjurmët ngelin për punën që bëjnë, veçanërisht punë të mrekullueshme vullnetare që i kanë bërë të gjithë gjeneratët. Pajtohem. Tani duhet ta pyes Anitën, meqense se në dekada të ndryshme Xheladin Zeqiri ka shërbyer, mendoj se ka kaluar përtej artit. Unë do thoja që ka qenë rezistencë. Anita mendon që edhe sot fuqishëm po e mbani këtë rezistencë? Ja, tani edhe si përfaqësues të Xheladin Zeqirit. Përderisa une pas një pauze u ktheva përsëri, do me thonë ajo, e mbaj me vazhdojmë. Kishte, do me thonë, periuda që unë pauzova një kohë. Sa ishte ajo periudhe pauzës të ndanite? Pakës e gjatë ishte. Sa? Kështu që, do me thonë, nga 2003 unë pak u largova, fillova vetë të tërhiqem si soliste, do me thonë, me këngë të mia të merrem. Mandej jeta private, fëmijët ndikënde dhe erdhi koha që unë të kyqem përsëri të kthehem, të rikthehem asaj te foleja ime se vërtet e ndjej. Do me thënë unë mburem të them që unë kam dalë si valltare dhe si një artiste nga shoqëria kulturore Xheladin Zeqiri, që nga viti 1999 unë kam fillu me këndim, e prej moshës 12 vjeçare, do me thënë unë kam fillu si valltare. Shumë e vogël. Dhe kështu që ka diçka që mu më ktheu prapa, jo shoshni. Sa bukur. Çfarë do që të ketë qenë ajo është arsye shumë e bukur që ju ka rikthyer. Megjithse prej kohës time ka shumë pak që ka ngel, do me thënë është zotri Blerimi që kohën unë kur kam qenë fëmijë flas. Profesor jeton Pustina që jemi rrit të dytë bashkë aty ne, do me thënë
jemi shumë pak nga ajo gjeneratë që kemi ngel, gjeneratat e reja, do me thonë, edhe vazhdojnë dhe e mbajnë atë. Dhe kështu që edhe ato si ta them, si njerës janë aq të ambël që vetë ju të tërheqin që të futesh në atë shoshni dhe përsëri të vazhdosh aty ku ke ngel. Dhe nuk më vjen sikur edhe ndalet... Koha ka ndaluar dhe i rikëthy tamam atë kohë. E kuptoj këtë ndjenjë plotësisht. Kështu që është diçka shumë pozitive aty që ndodh. Shumë e bukur. E kur jemi të gjeneratat e reja, ta pyes zotëri Blerimin, si e sheh interesimin e gjeneratave të reja dhe dëshirën apo edhe motiven e tyre për të ruajtur trashëgimin tonë kulturore, po edhe për t'i shtuar vlera atyre? Kështu tani, unë jam pedagog në shkollën e muzikës, bashkë me Jetonin është profesor, dhe ne bëjmë një lidhje njëherë të muzicientët dhe këngëtarët. Me shkollën e muzikës tërheqen tek shoqëria Xheladin Zeqiri, se fundja të gjitha ato nxënësit duhet të mësojnë, mirë po ato e kanë vendin tek skena dhe duhet të shfaqen në skenë dhe për t'i dashur publiku dhe ato të dinë se adhuron nga dikush. Shfaqja fundja është artisti jetë jeton për për ato. duar trokitjet e publikut, ajo dihet, po. Nuk do të kishte rast nëse nuk kishte një shoqëri kulturore artistike ku të dalin në skenë ato. Mirë po tani, këtë pyetje më kanë marrë disa herë gazetarët. Unë ju them të drejtën, kemi shumë nxënës që kanë motiv. Dikush thotë, po kostumet kombëtare nuk janë tash në formë, edhe pse tash kanë fillu të rikthehen në formë, sepse një kohë nëse ishin diçka e vjetër, tani shumë më shumë i përqafojnë të rit. Shumë e vërtetë. Nga shkaku që ne ndoshta edhe kemi bërë një gjë të tillë. Dikush thotë në Teto publiku është i mrekullueshëm, është kultivuar. Me vite tani është i kultivuar. Din kur të bëje duartrokitje, kur duhet të ndëgjojë pa duartrokitje. Domethënë, edhe ajo është shumë, është sigurisht vlerë edhe Xheladin Zeqiri që e ka mbjell tek popullata. Po megjithatë, të rit kur do të vinë tek ne dhe të dalin një herë në shfaqje në Tetov, në Gostivar, në Shkup edhe diku tjetër. Po kur të dalin edhe jashtë shtetit dhe të ta shohin se sa nderohen nga të tjerët, ato si artist dhe kostumi kombëtar, atëherë besoni që nuk mund është një, ku tha edhe vetë Anita, është një emocion dhe diçka një si virus që të ngjitet dhe nuk shkepet asnjëherë. Dhe në këtë emër e ka marrë edhe virusi e ka marrë, në gjatë e ka marrë emrin virus, se nuk është ndarë nga shoqëria. Edhe këto nxënës qofshin të ri, pas një kohe, sepse baza vullnetare kur punohet, nuk mund t'i mbash për gjatë kohë të jenë të lidhur me një shoqëri. Çdo njëri kemi pas një farë periudhë kohore dhe kemi pas edhe pushime të detyrueshme, shkëputje her pas hershme. Mirë po, rikthimi ka qenë më i fuqishëm se sa më herët. Kjo është e bukur. Sepse po, është e bukur, sepse kjo të lidh me emocione, me nostalgjinë, me gjithçka që ke kaluar përpara. Dhe vërtet është një krenari. Kja këto disa fotografi janë që kemi bërë edhe fotosesione me kostume kombëtare që të ngelin gjithkundit që ngelin këty në gjeneratave, sepse edhe kostumet besoni dhe njerë nuk mund t'i ruajmë aq sa duam ne t'i ruajmë, nga shkaku që dëmtohen në bazë të kohës, kohë e dëmton sepse janë shumë kualitative dhe mundohemi t'i mbajmë aq sa kemi mundësi. Po ka interesim nga të rit dhe besoni numri antarëve tani të marrim edhe këto të vjetët të ri mund t'i kalojmë mbi 200 antarë. Pra ky lajm duhet na gëzoj, kjo është lajm shumë i bukur. Sigur, kush ka qenë Tetov e ka parë koncert. Përveç veshjeve kombëtare që kanë nisur të rikthehen viteve të fundit dhe kanë nisur edhe të rinj të interesohen më shumë, unë dua ta pyes Anitën si artiste që është, Anita, sa është e vështirë që një këngë t'ia ruash origjinalitetin, por të rinjve t'u servosh që atyre mos t'u duket e vjetër, por pa e humbur këtë origjinalitet. Sa është e vështirë kjo? Se ne po e shohim sa janë rikthyer këngët e vjetra, po i ripërpunojnë artistët e rinj dhe mua po m'pëlqen shumë ky trend. Është pakës e vështirë nga ajo që ne ta mbajmë ato origjinale, si që ka qenë, megjithëse unë nuk largohem nga origjinali asnjëherë. I ke qëndruar gjithmonë pesnike. Çdo herë është pak e vështirë nga shkaku që ne tash jetojmë në një kohë të cila e kërkon komercializmi më shumë, do me thënë fatkeqësisht muzika të rinjt flas, nuk dëgjohet, shikohet. Faktikisht, mirë po originaliteti e vërejt që ka fillu gjeneratat e reja u pëlqen më tepër kënga e vjetër shqipe. Do me thënë e ka atë ëmbëlsinë e vetë, atë bukurinë e vetë ajo këngë. Dhe kështu që për mu, për mendimin tim, është më mirë që të mbahet originalja se sa të përpunohet.
për mendimin. Se tash do të kthehem përsëri, ka shumë këngëtar të cilët kanë dalë nga kjo shoqëri, duke filluar nga Jetmir Xhepi, unë, Leotrim Zenullaj, Elita Ziberi, Betim Shabani, do me thënë, ka shumë këngëtar të cilët të jënë marrë me këngën e vjetër, dhe asnjëri prej atyre, do me thënë, nuk e ka anashkalu. E mbajnë atë originalitetin që duhet. Do me thënë, komercializmi të ne nuk funksionon si shoqëri. Anita, të këto që i përmende, janë artistë merituar, unë besoj që ato e mbajnë originalitetin tamam si duhet. Po ti e përshtatisht edhe me gjeneratën e re, sepse ju keni dëgjuar live dhe këngët e vjetra din t'i bëjnë mënyrë si jazz, si diçka. Unë deshta ta përgëzoj sepse disa ditë më parë ishte një mbrëmje në Shkup, Anita ishte aty artiste që performoi dhe unë mund të them që ishte fantastike. Mënyra se si performon këngët që theti, këngët originale dhe të bën me aq dashuri ti ndëgjosh, kjo është për tu përgëzuar sinqerisht. Dhe e dim se tash Anita po më pëlqen ky trend, nuk është se po më pëlqen se si po riporpunohen, po më pëlqen një detaj, sepse të rinjt nga këtu po i ndëgjojnë dhe pastaj hyjnë dhe i gjejnë këngët e vjetra dhe ka nis këngët e vjetra të ndëgjohen dhe të rikthehen edhe në këtë kohë që po jetojmë. Unë do me thënë e kuptova ndryshe atë pyetjen, jo që fillimisht pak kisha, po nuk tesha të lavdroj vetën tash. Nuk kene nevojë për lëvdata. Ata që e kanë dëgjuar Anitën e din fare mirë se për çfarë po flas. Po, shumë është e vërtetë që unë në shembull e përpunoj në mënyrën time, po përsëri nuk shkoj në atë komerciale. Do të thënë vendoj elemente popullore me jazz. Po, që është një mix, nuk e di. E pëlqen dhe e don. Dhe është një gjë pozitive që ti e nxit atë të riun, ajo ka nga shumë pëlqej prit ta dëgjoj dhe kështu që futet në atë të vjetrën dhe i ngelet në zemër pastaj. Pajtohem. Anita, cila është nga ato këngët shqipe që ty të pëlqen ashtu me zemër? Dhe unë do kisha dash në këtë moment që jemi, thjesht një refren ta kemi kujtim nga studio emisionit Prizma me vokalin tënd të mrekullueshëm. Ka shumë këngë të cilat unë zakonisht këngën e interpretoj me shpirt, me zemër. Dhe tash cilën ta veçoj ndonjë? Nuk e di, ndoshta mund t'ja jepni ndonjë ide. Ato babin që i këndonte. Ato babin që ai më shumë me patriotike është më. Kështu që ku ta di, e kisha këndu për kohën e fundit e cila ne hynëm në gjysmë finale, moshe bukur. Okej, pse jo? Po, një refren të vogël, pse jo? Me knatësi, ta shijojmë bashkë në studio. Moshe bukur kjo rinia, gjëmat mirë bota se ka, i ku mosha vjen pleqnia, na kam bet me bose fa. I ku mosha vjen pleqnia, na kam bet me bose fan. Unë bëna pak ndryshime mas kalemi. Shumë e bukur, këngë shumë e bukur kjo. Këngët përgjithësi i kam për qefi, këndoj me shpirt, dhe kështu që e veçova këtë pasi kjo ishte njëra nga arsyet që kori grave të uta ato zonja të bukra që unë i dua shumë. U bën që do me thënë shumë virale në atë prezencën atyre. E kishin tamam momentin që meritonin ta ke. Dhe kjo ishte ajo përfundimtarja që shembullu i pëlqej dhe shumë jurist, me qenë se strofa e fundit kishte ndryshim në tekst, të cilën më duket se e ka bë Flora, Tetja Flora. Një zonjë jashtëzakonshme. Moshe bukur kjo, po, ajo faktikisht e zëvendëson Moshe bukur kjo pleqëria. Gjëmat mirë bota se ka, i ku mosha vjen pleqëria, na ka mbet me BSF. Prandaj unë pak se ndryshova, se nuk e disha cilën ta këndoja të parën atë grua shumë spontane, shumë e natyrshme, i jashtëzakonshme. Unë bile dhe kolegëve, pasi mbarova intervistën me zonjën Flora, u thash, unë kam 31 vite jetë dhe nuk kam taku një zonjë më të veçantë se ajo, dhe prandaj desha ta ndaj edhe publikisht, edhe pse tema ishte shumë e ndjeshme, shumë delikate për të, por që unë e vlerësoj shumë guximin që ka ajo grua bashkë me zonja tjera të korit të grave. Unë mendoj se keni arsye që ta thirrni përsëri në një rast tjetër dhe keni çka të dëgjoni dhe ta mësoni.
njerëzi ju presim të ktheheni nga Tirana për t'ju pasur sërish në studio. Këtu jemi ne. Shpresoj që do kthehemi me diçka pozitive, pse jo. E bëjmë me kënaqësi më të madhe. Mbështetja është më se kryesore në këto momente faktikisht që gratë nisëm jo si loj, po ai shkoj me provojnë fatin. Dhe kështu që është duke na shty etapa e parë. Ndonjëherë gjërat kështu nisin. Hajde thjesht ta provoj, pa shumë pritshmëri. Gjërat spontane janë më të mira. Mendoj se jam duke kujtuar në shtëpi sepse ju do të motivoni edhe shumë grupe të tjera të këtij llojit që do të kenë kore, që do të bëjnë edhe vitin e ardhshëm do të konkurrojnë Urojmë shumë edicioni. Më thënë edhe kjo është një kur ta mendosh, Maqedoni është i vetmi kor i grave i cili funksionon për momentin. Dhe të gjitha me ambicie, të gjitha pozitive. Nuk kam fjalë. Edhe ne jemi pa fjalë, tani veç po i presim sukseset tuaja. Zotëri Blerim, me qenë se këtë emision e kemi titulluar 2025 në retrospektiv. Me pak fjalë, si të ta përshkruanit vitin 2025 për Xheladin Zeqirin, për krejt këto suksese që keni pas, koncertin e fundit që ishte i mrekullueshëm, e shumë aktivitete tjera, si brenda po edhe jashtë vendit. Me pak fjalë, si do ta përshkruanit këtë vit për ju? Këto vitet e fundit, jo që ka një sukses, po ka pas jashtëzakonisht suksese dhe kur ta llogaritish vitin prej fillimi, gjithë ato suksese deri në fund vitit, prezantime dhe të suksesshme, filloj e kujtoj, a do të mund të mbajmë edhe këtë tempon edhe në të ardhmen, që është e vështirë. Është shumë e vërtet kjo. Besoni sepse më së paku 30 deri 40 deri 40 performanca të ndryshme, qofshin të mëdha dhe të vogla, ka gjatë vitit. E tani, fillojmë t'i përmendim kështu në mënyrë telegrafike, ishim në pranverë, kishim prezantim koncertin ton, pastaj kishim festivalin në Pëlzen në Çeki, një festival i jashtëzakonshëm, pastaj ishim në Verën Tetovare, një festival ndërkombëtar që ishte me gjitha grupet të tjera. Në Vjesht kishim me njëherë aktivitet stru, këngë, ho, gjithsesi që kemi marrë aty disa vite me radhë. Dhe harohen brenda kohë, po të gjitha shënohen për shkak se mendja e njeriut mund t'i harojë, po shënimet janë ato që do të na i kujtojnë të gjithë. Janë të dokumentuara. Të dokumentuara, kështu që edhe tash në Vjesht me Vision Plusin, me njëherë me koncertin ton, cili ishte edhe ai kulminacioni. Kështu që besoj që edhe viti nuk di si do të shkojë me gjitha aktivitetet. Një vit i mbarshëm, me kaq shumë suksese. Kështu të jetë edhe vitet që vinë. Urojmë edhe ne njëjtë. Anita, për ty personalisht si ka qenë viti 2025, po tani edhe me këtë sukses që ishte qershia mbitor, ndoshta e këtij viti, si do ta përshkruaje vitin tënd? Me shumë punë, me shumë projekte, të cilat i kam kalu, pjesëmarrja ime, domethënë, pjesëmarrja ime në shoqërinë Xheladin Zeqiri, punë ka pas plot, të ëmbla, disa të stresuara, kështu që kaloj një vit dhe shpresoj që viti i ardhshëm të jetë ende më i stërmbushur. Me më pak stres, shpresojmë. Më pak stres, po. Është pakës problem për ne faktikisht të jemi edhe nana, edhe të punojmë në punë, të shkojmë po edhe të arrim që t'i kryjmë obligimet që më unë si këngëtare, a kam ndonjë heng, a duhet shkoj në prova, edhe ati kam tash 2, korin e grave dhe mandej me Xheladin Zeqiri. Kështu që është diçka, mirë po e bëj me kënaqësi se më pëlqen. Faktikisht është profesioni im që unë e kam dash që fëmijë. Ka qenë viti shumë i suksesshëm, krejt me këndime, me projekte të ndryshme dhe shpresoj që vitin e ardhshëm të kemi edhe sa më shumë projekte të përbashkëta, po edhe projektin tim në veçanti nëse realizohet të gjithë projekt tjetër. Kështu që edhe ne urojmë shumë. Po e di që viti për ju nuk ka mbaruar, përveç pjesëmarrjes sigurisht në Tiranë, ju do jeni edhe pjesë e xhirimeve festive si në Maqedoni, ashtu edhe në Shqipëri. Edhe sa ka ngel deri në fund vit? Edhe sa gjëra ka ngel? 3-4 projekte, 3 organizime. Edhe sa pak ditë na ndajnë nga ky vit, ndërkaq që ne po flasim për numra dhe projekte që kanë ngel. Sigurisht. Faleminderit edhe për mbështetjen tuaj, televizionit Alsat që na i hapi dyert, gjithmonë na i ka hapur dyert, po tani që do prezantohemi me një program pak më të gjatë. Patjetër. Për festat e fundit. Ne falenderojmë të gjithë që na përkrajnë dhe vazhdojmë të na përkrajnë dhe vërtet ishte diçka prej kësaj pjesëmarrjes që
kishin shumë njerëz që na deshën, faktikisht, dhe të gjithë me një fjalë se kërkojshin vetë që të na përkrahin, me gjithë se ne kemi pas përkraje, po ajo ushtua edhe më shumë. Dhe është shumë mirë kur e ndjesh vetën se dikush të adhuron dhe të do. Kështu që ajo së të ndalë. Po, pra. Atër, unë me kaq të ta përmbyll këtë bisedë, uroj që të kemi reflektuar krejt atë që e thamë edhe tek publiku, ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë që na erdhët nga Tetova. Unë nuk po pres dot, por po zbuloj që juve do t'ju kemi edhe pjesë të programit festiv të televizionit Alsas, kështu që shikuesit këtë vit do kenë se çfarë të shohin, se çfarë të dëgjojnë, do ta kemi Kurin e Grave, edhe Xheladin Zeqirin me performancat e tyre, kështu që ne ju premtojmë një program shumë të pasur. Ishte një kënaqësi shumë e madhe, është nder për mua t'ju kem sot pjesë të emisionit. Ne jemi ka fundi i vitit dhe prandaj e nisa me ju këtë retrospektiv për ta vazhduar me gjithë ata të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në vendin tonë për ruajtjen e vlerave, kulturës dhe artit. Ashtu siç po e bëni ju, kështu që ju përgëzoj pafund për punën që e bëni. Pa kusht. Faleminderit për hapësirën që na e dhatë dhe për të gjitha mbështetjet që na e bëni gjatë gjithë kësaj periudhe kohore. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit gjithashtu. Kënaqësi që ishim në emisionin tënd. Shpresojmë që të kesh edhe sa më shumë emisionet të suksesshme, ashtu si që vetë suksesshme. Faleminderit shumë, gjithashtu ishte shumë